kur linda gocën, ke ato gjakderdhje, vend të durët në fyt. Qore, pse se po ti me mua? U zhvishte edhe hypte sipër, vinte i vllai që e hiqte. I thashte motrës vet, jo po gruaja mua s'ma ka dhënë. Po mirë si le para leni mbrapa, thashte mua, ashtu e boju me burrin tim. Dhe lesh vllajin tim kështu të vuaj. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Rom, në Itali, do të lidhemi me një 22 vjeçare nga Kavaja që quhet Emanuela Dervishi, por që ka lindur në Itali, është rritur në Itali. Ditën e sotme e kërkon të hyjë në këtë live për të treguar problemet që ka pasur me nënën dhe babain, por mbi të gjitha dhe me partnerin e saj. Kush është historia e dhimbshme e kësaj 22 vjeçare? Me emrin Emanuela, hap dritaren dhe ftoj që ta dëgjojmë. E dashur Manuela, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje juve, unë për momentin ndodhem në Itali. Sa vjeç je, se më duket se je shumë e vogël? E 22 vjeç, Odeta. 22 vjeç dhe je shumë e bukur, je si kukull. Faleminderit. Më bëhet qefi që flas me ju vetëm në emisionet e kam ndjekur, por nuk do arria kur ta mendoja që mund të kërkoja ndihmë tek ju, se nuk do doja kur që të venin gjërat kështu, po nuk di me ku të përplasem, me drejt. Çfarë ka ndodhur e dashur Manuela, ma trego? Unë jam lidhur me një moshë shumë të vogël, mos saktësisht me kam bërë prindrit. Ti qysh jam prindi shqiptar që do ta gjem burrin me shkruesi. Ma të kohë, kur më nxetën mua këtë, kam qenë 14 vjeç, sa që moshën 12-13 vazhdonin babi këne ma tanë, mami këne ma tanë, se ku mi pas ngren bugën me së të drejtën, ka qe fëmijë edhe nuk ashtu. Qa thonin ato ishte ligj. Por pse prindri donin me kaq ngullëm të martonin ty që 12 vjeç është e tmerrshme, ti ke qenë fëmijë? Po, ato mendonin, kupton, po jo ma të mosh. Edhe kur filloi ky që po flis me mamën time, kam qenë 13 vjeç. Edhe po nuk i 13 nuk ose kam pas kontakt, se ai ka qenë akoma në Shqipëri. Mamaja ime këtë çunin e ka nga njerëz të vet, nuk e di çfarë të them drejtën, se nuk i njoh mirë, por brez 2, brez 3 kushëri nuk e di mirë. Si, nga ana mamas time. Nëna juaj e ka gjak? Burrin që të bëri? E ka gjak, po nuk e di çfarë brezi tret, me sa thojnë ato. Por ai ku jetonte? Nga ishte? Ai rrinte në Shqipëri, nuk e di çfarë ka fol ato, domethënë unë ai se dia me po letra tani ashtu ke përsysh. Ishte dhe ai rrinte në Shqipëri. Nga Kavaja ishte? Po, nga Kavaja, se shpu, se mami ime, babin tim, babi është nga fshatrat e Kavajës, mami është nga fshatrat e Golemit, edhe po aty janë edhe po brenda, si ta them unë. Por e dashur, Emanuela, ti në çfarë klase ishe kur nëna të tha që të kam gjetur një burr? Kam qenë në klasë 8. Dhe si ta tha nëna jote këtë gjë? Se është shokuese. Që da them unë, zonat e të matë kohë, ku m'gullta, unë nuk doja, faktikisht unë veç qaja, unë mbyllja në lëmë. Aja vjen të aty, ome ta kam gjetë unë, do marrë shte që a them unë, plaku thashtë të këne ma tanë, nga mama unë haje dhe jakë, të thashtë tashi u rritë ti, se nga që shikonin që fëmi, se unë jam goca parë faktikisht, edhe më shikonin që fëmijë që duke bërë punët e shtëpisë e gjërat, unë thoja do vetë të vazhdoj shkollën. Ato nuk e kishin fort me qef që unë vazhdoja shkollën, edhe kam pas nota jashtëzakonisht të mira. Unë kam lindur këtu në Itali, me thonë drejtën, edhe nuk është se flas mirë shqipën, por po mundohem. Jo, je e kuptueshme, flet shumë mirë shqipen, por ajo që më habit më shumë e dashur Manuela është që ti ke lindur në Itali, familja jote ka emigruar prej vitesh në Itali dhe vazhdonin ende me atë mentalitet që gocën ta martonin që 13 vjeç? Ke zonat tona, po. Ke zonat tona ashtu janë, lakmojnë gjas me deri 16 me fijuar, ku që janë ato punë këshune, edhe kam qenë 14.
Faktikisht unë me këtë person nejta, por mosh 14 unë në Itali nuk është se mund të rrish. Unë ke ky person herë në parë që veja që hyja në familje, më thonë, pavarësisht se ai kishte hyrë në familjen time, por që rria me kohë të zgjatura në thënë, kam qenë mosh 15 vjeç. E dashur Manuela, më fal që të pyes dhe të lëndoj, por ti këtë person kur e pe për herë të parë, ai erdhi në shtëpi dhe ta prezantuan që ky do jetë burri i ardhshëm. Sa vjeç ishte? Ti ishe 14 vjeç, 13-14 vjeç, po ai? Po, unë isha 14. Ai, të them të drejtën, mua nuk më treguan moshën reale në fillim. Se ai nuk dukej për sa ishte, edhe nuk më treguan moshën reale në fillim. Kur vete unë pasaj që isha 15 vjeç, edhe vete tek motra, e motra i thot se çuna të ri kur gaboj, nuk e di, e motra veç kur i thot o çun vajte 30 vjeç qa bën ti kështu, kupto për bullon që bën ti. Tash unë si moj, se më fal se po përmend mira ai çuj motra në ti, si moj mira 30, po aq është vllai im. E unë ngela kështu, ke parasysh? Edhe faktikisht kur lexoj letrat unë tashi, ca letra deklarojnë që ai është i 32-shit, ca letra që është i 89-s. Edhe nuk e di. Tash si 35, si 42, por është më goxha më e madhe se unë. I bie shumë vite, nëse ai ka qenë 30 vjeç dhe ti 15 vjeç, i bie të keni 15 vite diferencë. Po, me sa më thua ajo. Pastaj letrat tashmë rezultojnë. Një letër që është i 89-s, një letër që është i 82-shit. Sidoqoftë janë shumë vite. Ti fillove të frekuentoheshe me këtë djalë që në moshën 15 vjeçare, sepse familja ta prezantoi dhe u fejove. Ç'a ndodhi më pas? Unë kam qenë me një vend tjetër, tashmë jam në Romë, sepse ai më merr tek ne në Romë, por deri 16 vjeç është ajo që nuk mund të lësh shkollën. Po, është. Edhe qa vente me mertë me çonte, si me u paraqit në shkollë, që mos kisha probleme në shkollë. Ti e doja? Ai jetonte me motrën e vet. Në fillim nuk është se, do më thonë me mua, nuk ishte shumë xheloz, që në fillim. Por që të them që t'u sillte të keq, nuk ka se u sillte goxha keq, ishte shumë posesiv. A kishte këtë gjë, por duke ditë më të mosh nuk e di ç'a mendoj që të pret ai lloj posiviteti, sepse unë me çdo vend që shkoja dy hapshe telefonin, po mos i hapshe, kishe debate mrapa, po kupton? Ajo ishte. Ai ishte xheloz. E unë i thoja mamit tim, po. Ajo thoshte, po kështu e ka burri, kupton? Mentalitet kështu e ka burri, po ç'a. Por komunikimin me babain tënd e kishe të mirë, domethënë ti nuk ndiheshe e lumtur me atë person dhe në një farë mënyrë nëna po të detyronte, por ti kërkoje ndarjen. Jo, babai im, domethënë, tha, mamaja jote të gjeti, unë doja me të bëj vend tjetër, të shiko ka qafsh. Edhe qyma atë periudhë që unë u fejova me këtë, që i hyra në shtëpi çdo gjë, fillun zonkët pastaj me babi me mamin. Pse? Edhe nuk parashkuan mirë, se babi thashtë unë do të boja ka filoni, mami thashtë unë do të boja ka filoni, fillun debatët, kur u bera unë 16 vjeç, ato u ndanë. Nëna me babain tënd janë ndarë, janë divorcuar. U bera unë 16 vjeç, ato u ndanë, normal proceset të ndarjes janë goxha duke pasur fëmijë minore në mes, janë goxha të zgjatura, edhe masja 2 vitesh që u plotësu komplet ndarja. Pra, nëna dhe babai jot u ndan pasi të fejuan ty me këtë djalë që ti nuk e doje. Po. Por sot i ke kontakte me nënën dhe babain, ata jetojnë të ndarë, besoj. Babai im është me një grua tash, edhe kjo është nga Tirana, është lidhur me atë, edhe unë e kam marrë, e kam pyet ç'a bën si e, nuk më merr, nuk e kam shqetësuar më. U bera goxha kohë që nuk e kam shqetësuar më, se mua më ra ky halli me gocën, thash mirë se nuk më ndihmuat më para. Tash unë tash që më ra halli me gocën se e keni mbes. Nuk më ndihmuan edhe unë kështu kam fes përpara vetë.
Mami im është kot me komuniku, me çdo pjesë. Është kot. Pse me nënën e ke të pamundur të flasësh? Është e kot, se kur sa herë që do marrësh, fillon debati, fillon unë jam rritur me thot drejtë Zoradeta, po jam rritur vetëm. Kur fillon ajo, fillon një lloj argumentimi, si ta them unë, fjalori, shumë banal, shumë. Unë vetëm ku marr motrën me vllajin, ç'a bëni, si jeni, keni nevojë për ndonjë gjë. Edhe se unë për momentin nuk ose jam okej, por gjithmonë që i kam ndihmuar, keni nevojë për ndonjë gjë. Nëna juaj... Sepse ajo mua më merr, kur flet me mua, më thot mua, u martove ti, a gjej burr dhe motra state merre ande, ma zhduk ma hiq nga shtëpia. Pse thash, shumë mirë të bën ajo, se unë nga më ndodhi kjo, kam ngulur që motra ime mos fejohet. Nëna me motrë dhe me vllajin jetojnë aty në Itali? Po, vllai e motra jam këtu në Itali. Unë për motrën kam ngulur shumë që mos fejohet. Dhe mua vika Më vika shumë keq e dashur Emanuela që ti nuk paske kontakte me nënën tënde dhe takimet janë të rralla me të. Unë kam po bëj Odeta 2 vjet. Bën prill që nuk e kam parë. Por si ka mundësi, nuk pranon ajo, refuzon të takoj, ti e vajzë e saj. Nuk e di ajo kur ka folur me te, llogarit sa më ndjek mua shpirti që ka vajt të flet me atë. Unë jam ndarë me atë mu. Si ti hillesh në qafë, që du thosh, ta kesh kushëri, ta kesh edhe vëlla më ta kesh, po më ke fëmijë mua ti, apo e ke atë, që veti hillesh në qafë e thua, hajt, s'ka gjë më thua mua ta mbaja i gocën. Po pse më thash, gocën e linda, unë e rritë 3 vjetë. Dhe Vete gocën 5 vjeç. Ndalemi dashur të Emanuela te problemi jo dhe dua të pyes për jetën tënde. Ti kur u martove dhe zyrtarizove martesën tënde dhe jetove me atë person? Zoradeta, unë nuk u martova sepse ai kishte probleme me letrat, unë letrat e mia i bëri gati, ai nuk i bënte, nuk e di nëse kishte ndonjë martesë ai më parë, atë nuk di ta them. Por sa vjeç? Por të kjo normalisht si dyshoj. Sa vjeç ishe kur u shkëpute nga nëna dhe babai jot dhe u vendose përfundimisht në shtëpinë e tij? 17. Sepse unë normalisht kur patin debatin që u ndan ato, vajta në një komunitet. Që është e marrin këtu në Itali, vajta në një komunitet, ndërkohë që ai vinte atje. Unë kur isha komunitet edhe vazhdoja të punoja, edhe vazhdoja shkollën. Edhe ai vinte gjithmonë atje. 17 vjeç pastaj boni deklaratën motre e këtij se kur do më merr tek neni me në rrugë që vazhdoja shkollën. Dhe ti nise jetesën me këtë person dhe ai u bë burri juaj, le të themi. Bashkëshorti, nuk e di si mund të quhet shqip. E the shumë mirë, bashkëshorti. Ti jetoje me atë dhe me motrën e tij, me kunatën. Motra ti nuk ishte fare në shtëpi. Ajo më mori thjesht për sipër bëri letrën që do vike unë. Unë nuk vizitoja fare në shtëpinë e saj. Ajo jetonte me vete. Me burrin e vet, ka 2 fëmijë ajo, jetonte me burrin e vet me fëmijët e saj. Edhe atë kam ndihmuar se normalisht kunat kur i sen, e kam ndihmuar. Ai s'ka problem tërpjet. U vë ky me mua, por normalisht, a do vi Emanuela këtu, thaj, po pse mos vi unë, mamin, babin, gjitha këtu? Dhe çfarë ndodhi? Si ishte jetesa jote me këtë djalë? Erdhën prindit e tij, ne ishin 70 metra katrore shtëpi. Ishin prindit e tij, vllai i tij, unë, ai, vini edhe kushëri, tërpjet që ndjen që rrinin, sepse Emanuela do i shërbente. Kjo ishte ajo në Emanuela do i shërbente, por kishin këtë hall se Emanuela ishte akoma minore, nuk i bënte dot letrat. Derisa të bënte Emanuela maxhore. Të trajtuan si shërbëtore, këtë po më tregon. Po. Kam qenë vetëm kjo, sepse në moment që unë jam ndarë ato, kështu kam thonë që me Emanuela në dojnë vetëm për këtë gjë. Edhe falenderoj që më bëni letrat, ka që shnet.
tek kam thënë. Sa vite qëndruat bashkë, Emanuela? Ne patëm 6 vjetë tërpo tërpjet, unë që 17 kur vajta tek ai, edhe pa bërë akoma 18 ngela shtatzën me gocën. Dhe ju Ngela shtatzën. Dhe ju sot një jetë vajzën, por ardhja një jetë e vajzës nuk i ndryshoi gjërat në familjen e tij? Ngjo, zënë të kur isha unë shtatzën me gocën, kemi pas shumë debate. Kemi pas se ku, atë mendoja dhe unë, kupton, që mendoj çdo njeri që ndoshta një fëmijë zbut gjërat, do i hedh më shumë mend, do bëhet njeri i saktë. Por për çfarë lindën debatet fillimisht? Po debate kishte një me kur i thonë, kur është një shift edhe ka debate, okej. Ishte edhe kjo, se në fillim unë isha në komunitet, ngela një vit andej, isha e çështja, jo largësia, jo pse s'm hap ti më telefonin, po në komunitet është vështirë me telefona. Unë gjithmonë është shumë vështirë me telefona, si gjenim telefonat e shoqënisë këndej andej, edhe që u kontaktonim. Jo pse nuk jep ti mua përgjigje, do fillon të merrte gjithë marr brezit, kush e ka ngjuar. Por ai të mori në shtëpi dhe ju ishit bashkë 24 orë. Pse nisën debatet kur ju filluat bashkëjetesën bashkë? Në fillim ishte okej, domethënë, unë rria shtëpi. Ai përveç se shkolla në puna në shtëpi. Ai shkonte punonte, edhe normalisht motra e tij ishte gjithmonë në mes. Po. Ishte gjithmonë në mes. Domethënë, mua ti më ke grua për kaq shkohesh, edhe tash motra jote, edhe si soja gjë. Okej. Kjo ka qenë gabimi im, që kam thënë gjithmonë okej. E kam lërë gjithmonë të shiklëshuar. Hënte dilte, si donte shefi, nuk e thoja gjë se është mashkull, është burr me atë mentalitetin që kishte kaluar mami im. Edhe motra gjithmonë kishte bankët aty, çdo gjë kishte ajo në dorë. Pra, ekonominë menaxhonte ajo. Ekonominë e vet, me kartën e vllajt. E qartë. Ati i hynte rroga aty, ajo kur nuk ishte lënë shpenzimet e veta, ma thanë. Ai tash u kapte me mua se s'ja dalu në fund muajit. Unë zënë të ocaron të shtëpi. Po i thash unë. Unë t'jam as kushti thash unë që të marr kartën tate, i thash shumë normalisht se karta është e jokja. Por nëse ti nuk do të kesh këto debate, këto probleme, a u ndave, a krijove jetën tate veç me motrën. Tash i mbaj pra gjërat vet. Se i thash unë, ti po punon, i thash unë, ke një rrogë të mirë. Fundi, nuk është se nuk ke rrogë të mirë për të përballuar jetesën. Baba i ti po punonte. Se ishte me ne, po punonte, i thash unë, tash nuk ja del ti. Po ke edhe t'jatin pra që po punon, kontribuoj, se rroga ime nuk del, i thash unë, se unë jam në shkollë, mua më merret për bazë që kem tu aprendist. Po. Edhe nuk është se është një rrogë, është më shumë për pratikuar, për të mësuar. I thash, tash i thash unë, jemi 2 familje e pi në shtëpi. Si do qoftë, se edhe prindit tuaj në vllai jot, jeni të 3 punë. 3 burrani me mos e përballoni jetesë me 70 metra katrore shtëpi, me një qira është 500 euro qiraja, me 3 rrogë. Por lindët debatet. Pra, debatet lindën pikërisht për shkak të parave, që ti po tregon që ja mbante e motra një pjesë të mirë të rrogës. Po, sepse ai po më kërkon të lek, edhe vente i kërkon të tjatit tim, se unë që minoren kam pas një llogari bankare që punoja. Po. Ato pak punë që bëja, i fuset e kjo llogaria bankare, por deri me një moshë nuk mund të tërheqësh. Ti thjesht mund të futesh. E qartë, e kuptoj. Mund të tërheqësh thjesht prindrit. Edhe, kishte emrin plaku im aty, edhe i thash të ky më duhen lek mua se duhen për Emanuelën. Plaku im një me, për mirë besim se donin për mua gjas me firmos të i të lekt. Të llogaria. Bame, e thash unë, qa bel, thash unë, ka zbrit llogaria. Ja thaj kërkova unë babës, sa se gjas me të duhet ty. I shpenzova unë se më doni për qua lek Shqipëri.
Mirë, kupton, ke parasysh sa duke qenë familje, okej. Nuk po them gjë. Por marrëdhëniet Emanuela me vjerën tënde, si ke pasur? Vjera ime nuk është mirë. Ish vjera. Ish vjera, po. Nuk është mirë, sepse nuk e di çfarë ka, por ke parasysh se ato thonin I ka vdek vllaji, ka parë të vrarë. Edhe kur ka ngesh shtatzanën me çonin e fundit dhe puna tim, tash është 1 vit mbrapa meje, I vogli. Po. Kur ka ngelur shtatzanën me te, nuk ka qenë djeni se ka ngelur. E kjo është I fatkeqësi. Pa djeni. E qartë. Sepse nuk mendonte. Burri thjesht e ka lënë shtatzan, kaq. Ajo e ka lind edhe atë fëmijë faktikisht ish kunatin tim e ka rritur kunata ime. Por kur ajo jetoi me ty, si ishte gjendja e saj psikologjike mendore? Ajo ditën flinte gjumë, natën u ngrente, heste për shtëpi, fliste në llomë, se rrinte shtrirë, fliste në llomë, sa ajo nuk më them unë, çdo gjë në rregull, thashte, jo mua po flasin. E qartë, ka probleme me shëndetin mendor, po më tregon që ka pasur probleme. I thash unë gjoj, i thash unë, se ish burin time që në Ergys. Ergysi thash shumë plaka. Tha, po ne e dim, tha. Njëri thash unë, si e dini ju edhe nuk paktën ta kishit kap me kohë, se janë vjen nga stresi, nga gjërat, normalisht që vjen ndoshta. Se është gjë, çdo gjë shërohet. Por besoj që ti e kujdesur ato vite që ke qëndruar me atë. Po, unë I thash, ai më thua, jo po baba s'don. Po mirë, thash unë nuk do babën, thash unë sa dosh ajo sillet keq, ajo ndoshta e ka nga ajo që nuk paramendon mirë sjelljen e keqe. Edhe nuk I vej faja asaj, unë fal juve që ju mendoni mirë dhe silleni keq. Silleni keq me mua. Thash unë mora unë punatën time kështu I thash unë, po se kur ti bëj një vizitë. Nuk ishte letrët, por në letrave të mia e fusja unë, që ka rezidencë ke shtëpia ime, sepse kontrata shtëpisë ishte çdo gjë në emër tim. E qartë, dhe bravo që e ke bërë këtë gjë. Edhe e futa me thë drejtë, dhe ta e çova, motra ati ishte të betohem, është 4 kilometra nga shtëpia aty në që ishim. I bën 10 minuta me makinë, me trafik. E kuptoj. 10 minuta. Nuk ka një herë që të vetë, të shkojmë atje. I qitën problema, ato I thaja, Ergys më duhet edhe ndihma jote ekonomike, sepse normalisht ato ilaçet bënin goxha. Ai thashtë mua, nuk kam më lek për plakë, po lene ashtu se plaka ka 20 vjet ashtu. Do merra mua me atë. Po thash unë, e ke prindma? E çova atje, I thash unë, ishte një doktor shumë I mirë Matko, tashmë ka dalë në pension. I thash unë, kështu plaka ka problem. Po tha, nuk është mami jo. Po thash unë, ta ndihmoj, thash unë, se ndoshta mund të jetë I vetmi njeri që do ndalin krah. I thash unë, e ndihmova atje që e çova, I thash unë, mi bë ato në emër tim. Unë nuk kam një punë stabil me rregulla, me bën në emër tim, I thash unë që na jo përfitoj nga se ti mos paguaj ilaçet. Ti marr falos. Po, okay, vazhdoj duke marr ilaçet. Po ke parasysh se ajo terapi do goxha vite. E qartë, dhe më vjen keq se kjo është fatkeqësi që I ka ndodhur në jetë. Por gjithsesi unë dua të pyes Emanuela, kur ju bët prindër, ti marrëdhënie vetë me Ergysin si e ke pasur? Të ka dashur, e ke dashur? Si ka qenë kjo marrëdhënia juaj? Deta unë rria në shtëpia I merrte motrën, dilte me goca, me femra, se unë kisha njerëz të mi andej. Edhe veç ku I shkruante ai, hajde se do dalim, do kapim në I gocë, ke parasysh. E unë boja ku se ashtu se Vjera nuk e tja e bën të vetë, ose bën të vetë, nejse më thashtë mua, quni im ka tjera, së do ty. Kupton, okej, thoja unë okej, vetëm që I kapi telefoni edhe shikoja ashtu ne, që vente me tjera. A I të ka tradhuar, ka pasur dhe femra të tjera në jetë? Nuk e dine se ka qenë një sakt që e ka pas, ose I ndron, të kupton, në atje nuk mund të themu, atje mund të thot vetëm ai. Nuk kam sen. Kur ti arrite të zbuloje tradhin dhe pe mesazhet, nuk ja the burrit tënd këtë gjë?
Po i thoja, thashtë mua, ajo është jeta ime personale telefonit. Po mirë, jetë personale, para ishte martuar, të kishte 2 grua, kishte krijuar një familje dhe kur krijohet një familje, ka disa akoma, rregulla. jo se këto gjërat vinin kur isha unë shtatzane akoma. Edhe sa mu sa vinë të shtatzania, sa mu sa zbuloja gjëra. Që kisha akoma kontakt me ishin e gjëra, a nuk ishte çfarë t'i boje. Kam qenë 6 muajsh Odeta kur ndodhi një episod, ai më godiste kajherë. Por kur ndodhi një episod, kam qenë 6 muajsh me gotë shtatzan, i them unë ngrat me mëngjes, ka qenë ditë diele. Më mend si sot, ka qenë ditë diele. I dal nga dhoma i them unë Argjys, i them unë, ai ditë diele kishte pushim. Jam pak pa qef. A kam mundësi të rri pak shtri, i thash shumë, mos beni shumë zhurmë, se jam keq, i thash shumë, mos u mërzit për punë për gjërat, se do ngram t'i bëj unë. Tash unë arri qet, do ngram t'i bëj unë. Nëse doni me dal dilni, si doni juve, thash. Filloj duke mbërtit, thash të muve, po ti tha muve, po ti s'pastron shtëpinë, po unë do marr shërbetore. Mi thash unë që sot, po shka pastruar më Argjys, i thash unë. Atë kam pastruar unë që sot, edhe sot do të pastroj jo, po vetëm leçik se nuk më ndihem mirë, po mbjesit fikë. Veleni, gjatë shtatzënis. Ai filloi ai duke më kapur për flokë. Jo, më tha, muve ti do të bësh gjëra. Shumë Argjys nuk më ndjehem mirë, vajta Allah më mbylla në qelës. Vetëm jo çfarë do bëj. U mbylla në qelës, edhe e shumë ku derën ku është dureza derës, ti thjesht kesh kaçavit e shuk derën. Edhe hape, se nuk janë derë blinduara. Hapi derën ai, hëm brenda, vetëm e gjë që ashtu më atë moment ishte goca. Kisha frikë më atë moment, vetëm për gocën që mblidhje kështu barkun. Më doli ke oma vet, atje më tonë, e filloj duke më godit. E oma shtria atje ke karbati vet, filloj duke më godit. Thash, më Argjys, i thash, unë bot pra po. E vjera nuk o si thash të ndalo, kupton? Ndonjë gjë. Sepse ti ke gocë vetë, më thuj pra, unë ndalo, kupton? Mos shërë debatën familjet, një gjë mund t'i flasë shumë. Ndoshta për shkak të problemeve që ajo kishte me shëndetin mendor nuk ka qenë e hap dhe e zonja. Sonja qeshte. Kjo ishte më fortë që qeshte. Por, Emanuela, u bën të qefi. Kur ai të dhunoi që ti ishe shtatzën, pse nuk e denoncove në polici? Kur ai më dhunoi më të herë, edhe bile se më çau këtu në ke vetulla, lart, e kam akoma shejen. Më çau ke vetulla, edhe filloi duke plas gjak. Hemorragji nga vetulla. Edhe më tha mua, nëse ti do i tërgosh ndaj njerit, unë ty do të vres fare. Edhe më të kohë unë nuk kisha guxim mos mi tërgu ndaj njerit, për arsye sepse plaka ime kur u bë debati me plakun, policia italiane ka këtë gjë të keqe, që nuk është se të merr në mbrojtje fillimisht. Ti je në shtëpi me atë person edhe merr atë person, çfarë ka ndodhur? Se kur me pret policia italiane që ty të vrasin. Kjo i bjen. Pra, ti kishe frikë të njoftoje policinë se mbase nuk do të merrshin në mbrojtje. Po, sepse kisha frikë se do merrshin atë fillimisht, se kështu e kemi bërë shumë raste këtu në Itali. Por gjatë asaj kohe që ai filloi të dhunonte, ti nuk merje dot guximi të flisje me nënën dhe babain tuaj, apo që në ato kohë ata nuk të telefononin më? Kur më bëri gjak ma ditë mua ai, unë vajte çova fotografi mamit tim. Po. E çova jam gjak i tha shumë, ai më merr. Edhe si më atë moment, ai vajtja mori jo s'ka si gjë. Kupton, po ti tash e shiko fëmin të ngjak. Ka një arsye apo jo? Ka një arsye. Sidoqoftë të jetë fëmia jot në faj apo mos të jetë, merri herë. Ashtu. Edhe nga ai moment hoqi telefonin. Vajti mbleri mjekim aty boni vet. An tha mua mos kallzo asnjë. Vazhduan, normalisht që edhe spital analizat e gocës dilshin që goca kishte probleme me frymarrjen. Se unë isha në një periudhë ankthi. Edhe lindi me probleme me frymarrjen goca. Por sot si është vajza? Është mirë të paktën? Sot mirë, domethënë
me këtë pjesë është mirë, ka pas problem kur lindi, do i rria aty ke përsysh se kisha të anksin se thonë doktorët po rrie qetë sepse fëmia e ngjën. Kisha të anksin që do u zgjoja natën po merr për mirë apo jo. E kuptoj. E tash Manuela, sinqerisht po më shokon dhe po më vjen shumë keq për ty që edhe kur ke kërkuar ndihmë te nëna jote, i ke dërguar fotot e gjakosura, ajo nuk ka ardhur të shikojë apo të japi ndihmë. A disa janë themi me hajt në autobus, po ta themi, jo me makinë, se me makinë i e plum 2 orë gjysmë aty, 3 orë me autobus. 3 orë. Por çfarë ndodhi më pas? Vajza erdhi në jetë, ti qëndrove aty? Erdhi në jetë, ri aty çdo gjë, edhe ke përsysh ishte ajo periudha që më falë se po du me të thonë, nuk di si më dhe shpjegu, por kam frikë se mos jetë argument banal. Ishte ajo pjesë që kur lindë gocën, ke ato gjakderdhjet. Lehone. Edhe vetë niste me motrën në vetë. I thashtë motrës vetë, jo po gruja mosh ma ka lënë. Ti me motrën ta të fletë se shumë në gruja s'ma ka lënë, po jam me gjakderdhje. Edhe doktori thot të let 1 muaj që se din, që jam to, 1 muaj, unë isha me qepje. Edhe nuk normalisht që nuk mund besh gjë, kur je me qepje sa të rimargjinohet, se kur linde unë fëmi në hypa temperaturë, edhe fëmia nuk po linde do të. Pro, mashallah, pa probleme në fillim. Falenderoj Zotin, mashallah, lindi gati 4 kile. Shqyqyro Zotë, me jetë a kesh. Kur ai përbënte këto lloj sjellje, kishte këto lloj sjellje që ti sa kishe lindur, ishe lehone dhe ai kërkonte marrëdhënie seksuale me ty. Po, kërkonte, u zhvishte edhe hypte sipër vetëm që vinte i vllai që e hiqte. Po si, ishte mirë nga mendja e kokës ai? Vllai tim. Unë nuk e di, ai hypte sipër edhe vinte i vllai i tij që e hiqte nga sipër, që i thoshte lere, se të vente durët në fyt. Që ore, pse se po ti me mua? Unë e thash unë, me që kam qenë unë, se edhe kur dilja nga shtëpia, dilja o me vllajën e tij, o me babain e tij, nuk o si dilja vetëm. Edhe në shkollë, isha regjistruar me të njëjtën shkollë me vllajën e tij. Po mirë, ti me kunatën tënde, që ajo ishte femër, nën, që të kuptonte më mirë, nuk i kërkoje ndihmë që vllai juaj bënte këto lloj sjellje të padenja, të pahishme? Po, po mirë si le para leni mbrapa, thashte mua, ashtu e bëj unë me burrin tim, edhe mbrapa. Me pak fjalë, domethënë nuk i le para, se je qepur, leni mbrapa. Dhe lesh vllajën tim kështu të vuaj. E të mërshme. Mua më vjen keq që pas ke përfunduar në atë familje, për kaq shumë vite. Për Zotin, nuk e di. Mirë po kështu, vazhdoj kështu, derisa ishte motra ti në shtëpi, ishin fëmijët e vegjël në shtëpi. Ishin 2 kusharit, do me tho 2 çunët e dajës, ti që daja ti ka vdek. Është ai që me pak fjalë mamaja ti ka qenë smur për këtë pjesë, ka vdekur. Edhe ato ishin çuna edhe vishin hanin me ne. Se nuk ishte kusht i gatun të shtëpi normalisht. Ishin hanin me ne. E që fundjavë, që më gjithë goca, ka që ja 3 muajshe. Që më gjithë bashkë aty, hongrën, edhe nuk ose më thë mua që gjotë, do vine ky, do vine ai. Se fton të njerëz shtëpi, po si e kisha unë hallin, kisha, po s'kisha për t'i bërë me ngrënë. Pse s'u interesove ti burr? Të merja makinën të shkoja të bleja ndonjë gjë, do vi njerëz shtëpi. E din ti. E qartë, e kuptoj. Kur bërë me sheni, shko merë ndonjë gjë e shturp, se po punonin gjithë e shturp, shko merë ndonjë gjë. Se nuk mund t'i përru mikut për të makarone, kupton? Makarone hajmë në të shpis, se e kemi ne. Edhe ma dite filloi baba tit. Nuk e thonë se unë flasë shumë me gjyshrit Shqipëri. Ato janë pleq nga ana mamit. A ne flasë ato më kanë rritur. Do më thonë, kanë rritur ato se plaku im matë ka mo që ishin punë këne në Itali, që ishin gjithë familjet bashkë, unë kanë 3 muesh në Shqipëri. Edhe përfuis ato e kenë kaluar pjesën e femërisë time, edhe flasë me ta. Kur më pa mua gjysh e ka qenë se normalisht unë do flisja në telefon, po do flisja përballë tyre.
Sa thonë, do flatësh telefon, flit përballë atyre. Plaku im flet vetëm italisht. Me plakun tim i thoj on flit shqip, se pastaj nuk kuptoj pleq, do e marrin për të keq, na ka sharr, do thonin. Të mërshme, e kuptoj. Na ka sharr. Po mirë flisja unë me gjyshit shqip, edhe pa mua gjyshi ka qenë, se nga që anin nga tetori fillojnë shi e gjero, edhe nuk më thanë një robot jashtë. U bonin 2 lavatriçe në ditë. Morë unë, hekrin edhe duke i rënë robëve, duke i rënë. Sa më moj gësë, edhe bregve do i bishti qa bon ashtu, po linjë të keqen gjysin se thanë vetë, blene palë tjetër, se kjo dhe fëmijën e vogël, është gjyna fëmija. Tash më qanë bëj, thash, nja doja thaj, tash unë doja fos brenda, kuptat? E vetëm se thoj gjyshi këshune, ajo filloj duke u kap vjeri, edhe thashte e shtyp të naj 3 një shalla ja bete. Po mi me thash unë, ato më kanë rriti, thash unë, si ashtu ti. Po mirë i thash unë, unë nuk kam zemër me të përgjigji, thash unë, po çka po më bën mua, do e vuash aty ku t'gek ma shumë. Te da dish. Njerëz shumë të vegjël nëse historia është kështu. Filloj debati mall. Adeta, filloj një debati mall se i thash shumë kështu. Thash unë mbaje me në llafën vesh i thash unë nuk të mallkoj. Por ama zati është e mall, do ta bjerë aty ku të djeg ma shumë. Çfarë të djeg ty ma shumë? A ke goste avdes për kalamaj të çupës, i thash unë. Shqipe thash unë, zoti është i madh. E dashur Manuela, por çfarë ndodhi që ti u ndave përfundimisht nga Ergysi? Që kjo situatë aty, edhe unë nuk durova më para kalamajve, filloj më falë për shprehjen të bofsha, që ti nuse çunit nuk i thu të bofsha, do me thonë nuk i thu më falë. Të ka sharë më fjalë të pista, e qartë. Nuk i thua ti nuse çunit ashtu, se përderisa çuni jote është martuar me atë, marrim shembull martuar, po e quajmë ti nuk e bën dot me nusën e çunit. Edhe një pikë aty ishin kalamaj minorant mes. Kalamajt e motrës aty, do të thonë një brembes aty, ishin aty, derisa e thash unë, unë do iki. Më ka mbajt çuni dajës ti, me ka thënë se e dinte që vuja faktikisht i madhi, i thoshte ti ju përgjigjte vjerrit. Gjatha, nëse diçka nuk të rrinë mirë, qohu, bëj edhe vetë, përderisa nuk po të qohet nusja, qohu, bëj edhe vetë, ndihmoj se s'ka ndonjë gjë për tur, se është gjyna. Ajo edukatër normalisht që e merr nga ju si persona. Pra, konflikti me vjerrin e dashur Manuela solli ndarjen me bashortin, ti ike, u largove. Nuk u largova se më ndaluan çunit dashur, ku do vete, shtëpia e emërtat e gos. Kuptona? Ishte ajo, shtëpia është në emërtat, ku do vetesh, si do arritësh fëmin. Mirë, thash, keni drejt juve, shtëpia në emër tim, të marrin gjërat, të gjej një shtëpi të marrin gjërat të ikin gjithë. Nuk kam më nervë, thash unë. Do rrit fëmin tim qetë. Qoftë sa ai don, pranon, ta provoj edhe një herë, thash unë, vetëm, pa u fut njerëz tjerë në mes, për mua është okej. Unë e provoj, i jap shans. Por nëse nuk don, lutiki, thash. Neti, vazhdon të keqem okej, që thash unë gjë Ergysi, thash unë gjej një shtëpi. E gjeti shtëpinë, ka qenë goca nën muaj kuriku, e gjeti shtëpinë iku, u transferua. Me gjithë prindrit. Kur u transferua, ai filloi duke ndarë të nxjerrë luk, duke u zë për ato. Po mirë i gjithë thash unik, se s'më duhet gjë. E di që vdes për bukë, po du t'jem e qetë, i thash unik, se s'më duhet gjë. Më lë prindit shtëpi. Thash unë, po mirë, thash unë Ergysi, ti dini, thash unë ekonominë që unë s'kam një të ardhur kush e di. Se me vërtet ashtu ishte, sepse kur fillosh do gjë nga zero ti nuk e të ardhme. Por si, iku burri nga shtëpia dhe nënën dhe babajnë ta lanë ty? Po, se ai i boni letrat. I boni nën gocës të çdo gjë, rregulluan me letra. Kupton? Edhe e ona u rregullu me ilaçe me gjëra me letra, sa po unë nuk kam, ti marrë ne kush di be shërbim, se unë ka qenë një periudhë kur kam qenë shtazone, vjerri e hodhi vjerrën edhe për 3 muaj i kam ndruar panolinë në shtrat. Sa do që ishte shtazone, 3 muaj i kam ndruar panolinë në shtrat, nuk
Nuk më bën të përshtypje fare sepse ato është gjyna. Edhe pa durash ka pas si gjë, nuk ose kisha problem 8 pjesë. Nuk kam qenë për shembull që thuash që do marr unë shërbetore për t'i bërë hizmet vjerrës. Aty e laja, nuk e kisha problem. Emanuela, Sa do qenë shtatë. por aktualisht i me vjerën dhe me vjerin jeton, je ndarë me burrin dhe jeton me ata? Jo. Nuk bëhet fjalë. Pas një muaji thash, më vjen keq, unë ekonomi nuk kam, to leta do i gjej. I bëra biletët për Shqipërinë. Thash, Shërgys, hajde meri, i kanë rrobët gjithë të sistemuara, me shnetë të keqe. Thash. Pra, nisën në Shqipëri, por çfarë ndodhi me vajzën? Si ta mori vajzën ty ai? Që më atë moment që i kemë prindit e ti, mua më ka ndihmuar normal, se edhe unë pastaj më ndihmua njerëz që njifja, se isha më lirë që të më ndihmonin. Më ndihmua njerëz që njifja, ke përsysh, unë pastroja, ndek, ne merja goca me vete në punë, të them të drejtën. Punoja privat, në shtëpi. Mbaja klaka, pastroja shtëpiet, edhe e dinin hallin tim e unë e merja gocën gjithmonë me vete. Nga undava nga ai, që ishte 18, bëra patentën, i bëra gjitha. E qartë. Se që është bllokuar. Edhe fillova çdo gjë nga zero. E ne kishte ditë që më thë drejt punoja edhe 6 motor në ditë. Po puna ime normalisht që ishte punë shtëpiake, edhe goca, ma bjen që shkoja unë, nga që shkoja për ditë, njëftë ambientin, fëmijët tjera në lose me fëmijët e zonjës, edhe flen të gjumë me ata. Dhe se ku ishën vëllezrit më të moj. Edhe kjo ishte, më ndihmuan shumë. Po do t'i që ai e merrte gocën. E merrte, sa do që avokati ndërmjet stabiloi që ai duhet ta merrte një fundjavë, po një fundjavë jo, se fëmia nuk ishte mbushur 3 vjeç. Unë i thash, sidoqoftë, ke bërë çka ke bërë me mua, për mua ka rëndësi trajtosh mirë fëmin, kur të duash, hajde merre. E qartë, ti nuk ja pengope, por çfarë ndodhi që ai ta mori dhe nuk ta ktheu më? Nuk jam as ligjit unë për këtë pjesë, se prindëllët jellën unë. E qartë, po? Te i thash, hajde merre kur të duash ti. Ku di unë si hypën ment atit, i hypën ment. Se kur jep fëmin që je gjithmonë i butë, jep fëmin si të doj, e hypën ment atit. Por sa po bën që ta ka marrë gocën dhe s'ta ka kthyer më? Allora, unë u bëra goca, ka qenë bën të 3 vjeç. Goci po 3 vjeç në shtator, kur ma marrja ine, edhe ka qenë viti 2023, ka qenë java pare qershorit kur ma ka marrë mua ine, po si gjithmonë, se kishte natë këtë pjesë, se unë kisha frikë, a i vinte mua poshtë, më thashte, bë provën ndaloj gocën, i thash unë nuk ta ndaloj gocën, jo, po ke për ta parë që të bojë unë ty. Po mirë, po mirë tash nuk ta ndaloj, na merë, i thoja unë. Merë, edhe nuk kam desh as debat, as problem, as si gjo, as me shtet, as si gjoja, kam dalë gjithmonë vetë pa kërkuar ndihmën as. Emanuela, për arsye se servicet e dietës ishin. Ke më shumë se 1 vit e gjys që ai e ka marrë vajzën. E ke denoncuar në polici? Po, e kam denoncuar në polici. Fillimisht policia më thashtë çfarë do denoncosh se është jati. Po pra, por ai ta ka marrë dhe nuk ta jep më vajzën. Allora, ai më ka marrë mua më të herë, e majti 3 ditë. Edhe çdo gjë në rregull, se kishte raste që e mënte 3 ditë. Thash unë Ergysi, thash unë do më japësh gocën dhe vinë në shtëpi, më çfarë do vish, më bë me ditë që edhe unë mos filloj në punë. Po. Ai më thonë, jo kam një javë pushime. Okej, po mund të më thoje, mund të më lajmëroje, por nëse s'ka gjë, fëmia jote është, ke një javë pushime, pse mos e mbash? Se unë ka nevojë edhe për ty. Më mirë se e mbaj ti. Kaloj javën, ai s'hapte më telefonin. Vjen polici, më ka marrë gocën. S'ma bi më në shtëpi, nuk më hap as telefon as i gjë. Tash unë si ta bëj? Unë po është jati, keni drejtët parabartë që kështu edhe ai po e marri, nuk do thotë gjë. Qa i thosh kjo, që do të thot? Në qoftë se unë marrë fëmin,
do më thoj, nuk e ja lejatit, i thash una, edhe iki me fëmijë, çfarë do thotë kjo, i thash una që edhe unë kam drejt për aparte që nuk më bëhet asgjë? Po, tha mua edhe ti kisha bot jetën gjo, po jo përse nuk funksionon kështu, unë dua denoncim. Që shkoj ke prokuroria minorenve, thash unë. Ke gjykatës minorenve, dua denoncim. Ne të dy din tërpotër pjetë, derisa ma bën denoncimin, se vajten e policia mëndën, marrën denoncimin, pse të shkoj ke gjykata minoren, ai ndërkohë nuk e di çka kishte pasur aty në polici me pak fjalë, që kishte spionu. Ai ishte marrë vesh, ishte kryer denoncimi. Ishte kryer denoncimi, para se shkonin gjithë letrat, domethënë edhe ke shërbimi social, ishte vajt ke shërbimi social duke thënë që unë e kam marrë gocën për mbrojtje nga ajo sepse ajo ka keq trajtuar fëmin. Të ka akuzuar që ti ke ushtruar dhunë. Se kishte marrë. I thash se faktikisht ai nuk duhet ta merrte, ai duhet të bënte përpara një urdhër gjykate që unë e keq trajtoj fëmin edhe pastaj ta merrte. Ai ja kishte marrë pa urdhër gjykate fëmin. Pastaj deklaroi që të mbronte vetën, vajti deklaroi që unë kuptova situatën. Po i thash unë, fëmin, gocën e 2 muaj bonte 3 vjeç. Tash unë, po ti, kur unë e dhunoj fëmin, si ma ke lundi mua 3 vjetë të rison fëmin? Se unë baja dhe kalamajt e motrës e ti, dhe kalamajt e kushërirëve e ti, aty i binte që i mbaja unë. Nuk besoj që ti do më leje fëmi edhe të tjerë. Nëse unë isha i tillë person, më denoncoj për dhunë ndaj fëmis. Që unë e shfrytëzoj fëmin për para e për gjëra, se do më thot ky pretendonte që ai ato lekat që më sjellte ai në muj, se ishte akordi avokatit, pretendonte që unë e mbaj fëmin veç për ato lek. Allora, 200 ishin ato shtetërore që të hyn, 100 i vend ai, ti përfundim me 1 të 300. Po, i thash unë, në Itali, me 300 euro nuk rritet një fëmijë, as nuk më interesojnë ato lek, se kam shpatulla punë vetë. Ai ta lë vajzën të flasësh telefon do ta kosh tani? 4 muaj të parë nuk kam fol fare. As nuk e kam takuar, as si gjë kam tentuar të takoj, nuk e kam takuar, nuk ma ka lënë. Sado që unë kisha kujdestarin prindërore. E qartë. Sepse po. Edhe mund ta takosh. Nga që ai nuk më lën të më aktivuar po in kontraprodukti, si quhen në shqip nuk e di. Në polici, in kontraprodukti. Që mund të shikoja fëmin në polici. Po, në praninë e psikologut bësh takimi. Jo, ishte thjesht policia edukator. Jo psikolog. E qartë, e kuptova, po. Ishte hyri aty të kontrollonin, jo ke çdo gjë, me audio, me nxënësim, me kamera që shikan këto. Edhe atë nuk e takon fare. Edhe futi goca në ty brenda që është 45 minuta, 50 minuta maksimum. Por sot ti e takon vajzën e Manuela? Sot puna ata. Me polici? Jo me polici, ka ndryshuar. Ka këtë vit që ka ndryshuar gjërat, të vitit që kaloi, që më pak fjalë vjen në shtëpi, por 1 orë e gjysmë. Ndërkohë gjykata ka shkruajtur që unë kam për drejt 4 orë në javë. Me takuar fëmijë. Të merr malli për vajzën. Edhe them të drejtën, e aty kam gjithë, se unë faktikisht kam dhe frikë me ne të ka në shtëpia e mbaj për takimin e gocës, sa herë hap dhomën aty, i ka gjitha rrobët e vogla që i ka pa prekur, kanë qenë rrobët e verës që i pa ta blerë rrobët, i ka gjithë pa prekur palosur, aty nuk ka hap dot dhomën. Nuk e hap dot. Edhe ka qenë me pak fjalë unë deri vitin që kaloi, deri në korrik, pothuajse gusht, unë kam pasur kujdestarinë e fëmijës, që kështu mua ato ma ke ndaluar 3 muaj, ma ka ndaluar pa pikë arsye, se kam pas kujdestarinë e fëmijës. Deri në korrikë, domethënë gusht pothuajse që më hoqën kujdestarinë. Sot kujdestarinë e ka babait, ti ke të drejtat e takimit, e kuptoj qartë. E dashur Manuela, unë dua që ditën e sotme ti përcjellësh një mesazh ish bashkëshortit tënd. Ai që të ka akuzuar për dhunë, ai që të ka ndarë nga vajza. Nëse do i kishe përballë, çfarë do i thoshe Ergysit? Unë do i thoja që unë i kam bërë të gjitha, nuk ja kam ndaluar ndonjëherë fëmin, më ka akuzuar për dhunë, sado që këto kanë rënë poshtë
këto akuza që nuk janë të vërteta, kam bërë Zoradeta, kam bërë edhe analiza, jo psikologe, jo CSM që i thonë këtu në Itali qendra shëndetësore, mendore, çfarë gjitha, i kam bërë të gjitha, kanë rezultuar okay. Kam vajt 9 muaj, kam bërë analiza për drogë, alkool e gjitha. Jam lu vetëm kështu mas atyre, sado që nuk ka pasur edhe gjykata, më ka thonë shërbimet sociale, ti bësh këto, i kam bërë, rezultoi okay. Ai që më thot nuk ka bërë as qendër shëndetësore, as analizë për drogë, alkool e gjitha. Unë i kam zbatuar gjithë gjërat që kam thonë ato, edhe fundja nuk prapë e kam gocën. Unë do doja vetëm qysh ka e për drejt ta kem dhe unë fëmin tim shtëpi. Unë nuk jam mohoj fëmin, por nuk është drejt kjo. Ai më tha mua do të shkatroj jetën që në fund. Kupton? Ajo është do të shkatroj jetën që në fund ka thënë, se ti që sa nda me mua unë ngrejte në gjëra. Unë prap ula, sepse avokate gjëra këni nuk është të thjesht. Edhe rroga me një femër, me një të mashkulli nuk është të thjesht. Është, si të themon, Zoradeta. Sinqerisht nuk je shumë keq për ty e dashur Manuela, je vetëm 22 vjeçë, je ndar nga vajza jote. Uroj që të bashkohesh sa më shpejt me vajzën tënde, por dua që ditën e sotme, nëse ke një mesazh për nënën dhe babain, ata që le të themi të martuan që 13 vjeç dhe asnjëherë nuk interesuan për ty dhe sot gjithë probleme janë mbi shpatullat e tua dhe nuk e patë kurrë ndihmën e tyre. Vetëm e ngjoj që dua nga ata, nëse nuk më dua, nëse nuk dua që të më ndihmojnë të më qasin në shtëpi, mos të hyjnë nëpër gjykata të më bëjnë sa më shumë dëm. Kaq. Më lejnë të qetë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse edhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim në YouTube ku çdo paradite ora 10 jam live me ju. Mirupafshim dhe takohemi nesër.